Një shampo që në Gjermani kushton 3,29 euro, në Shqipëri shitet 7,60 euro. I njëjti produkt, e njëjta markë, i njëjti rrjet dyqanësh. Ndryshon vetëm vendi dhe çmimi dyfishohet. Ky nuk është një rast i izoluar, por një realitet i përditshëm për konsumatorët shqiptar. Pyetja është e thjeshtë, pse shqiptarët paguajnë më shumë se gjermanët për të njëjtat produkte? Zëri ka realizuar një krahasim të disa produkteve të njëjta, të shitura në Rossmann Gjermani dhe në Rossmann Lala në Shqipëri. Nga krahasimi vëre qartë se çmimet në Shqipëri janë dukshëm më të larta. Diferencën më të lartë ka shampoja, e cila në Shqipëri kushton më shumë se dyfishin e çmimit në Gjermani. Edhe për produktet me kosto më të ulët, si letrat e lagura, çmimi në Shqipëri mbetet mbi 50% më i lartë. Por edhe të krahasosh Shqipërinë me Kosovën, prap ka një diferencë çmimesh. Nga krahasimi i çmimeve, rezulton se të gjitha produktet janë më të shtrenjta në Shqipëri se sa në Kosovë. Argumenti më i përdorur për çmimet e larta është TVSH-ja dhe kostoja e transportit. Por TVSH-ja në Shqipëri është 20%, ndërsa në Gjermani 19% dhe në Kosovë 18%. Pra, një diferencë minimale. Nëse nuk janë taksat dhe nuk janë kostot, atëherë mbetet vetëm një shpjegim: mungesa e konkurrencës reale në treg. Këto e konfirmon edhe një studim i vitit 2024 nga eksperti ekonomis Ilir Ciko, me titull A Market Competition Index for the Western Balkans. Sipas studimit, Shqipëria ka nivelin më të ulët të konkurrencës në rajon. Gjithmonë mendja na shkon tek ligjet shqiptare, nëse parandalojnë krijimin e kësaj situate apo jo. Ligji për mbrojtjen e konkurrencës ndalon shprehimisht abuzimin me fuqinë e tregut. Edhe ligji për mbrojtjen e konsumatorëve është i qartë. Neni 4, që përbën të drejtat e konsumatorëve, ku në pikën B thuhet e drejta e mbrojtjes së interesave ekonomik. Shqipëria renditet ndër vendet më të varfëra në Europë për të ardhurat për frymë dhe nën mesataren e BE-s. GDP-ja për frymë sipas fuqisë blerëse në Shqipëri gjatë vitit 2024 ishte afërsisht $18.900. E ndërsa në Gjermani, GDP-ja për frymë ishte rreth $72.295. Zëri ju drejtua me një kërkesë për informacion kompanisë Rossmann Lala, duke e pyetur lidhur me arsyeën e ndryshimit të çmimeve për të njëjtat produkte si në Gjermani dhe Kosovë. Rossmann Lala argumenton se diferencat e çmimeve mes Shqipërisë, Gjermanisë dhe Kosovës për të njëjtat produkte lidhen me strukturat e ndryshme ekonomike, fiskale dhe operative të secilit shtet. Pyetje së zërit: nëse kompania ka ndërmarrë ndonjë analizë të brendshme mbi konkurrueshmërinë e çmimeve në raport me fuqinë blerëse në Shqipëri, Rossmann Lala shprehet se prej muajsh ka nisur një analizë për rishikimin e strukturës së çmimeve, duke shtuar promocionet dhe duke shqyrtuar mundësinë për ulje të qëndrueshme në disa kategori. Nisur nga çmimet, por edhe nga përgjigjja e marrë nga kompania, mënyra se si funksionon tregu në Shqipëri mbetet një pikë e rëndësishme, për të cilën nevojiten ndërhyrje ligjore dhe mirë organizim i konkurrencës në treg. Qytetarët shqiptar do të vijojnë të paguajnë më shtrenjtë për disa produkte sesa qytetarët e disa shteteve të tjera.